Bëni kujdes, këto janë shenjat e horoskopit që nuk rrin gjatë në një lidhje. Po ju tregojmë shenjat e horoskopit të cilat mërziten shpejt nga një lidhje dashurie. Dashi. Të lindurit në shenjën e dashit janë padyshim njerëz që lodhen shpejt nga partneri. Kur zgjedhin të lidhen me dikë, ata bazohen më shumë në valën e entuziazmit sesa në bindjet e tyre. Personat në shenjën e dashit kërkojnë shumë variacion, çka e bën jetesën me ta gati të pamundur. Binjakët. Personat në shenjën e binjakëve janë të luhatur dhe gjithmonë gati për të ndryshuar këndvështrimin. Edhe kur vjen puna tek partnerët, ata ka nevojë për dikë që ja u bën jetën gjithmonë dhe më speciale. Të lindurit në shenjën e binjakëve afeksionojnë shpejt, por e ndjejnë që u mungon diçka, kështu që dinë si ta çojnë drejt fundit një histori. Virgjëresha. Personat në shenjën e virgjëreshës kërkojnë stabilitet gjatë gjithë jetës së tyre. Gjithashtu, duan të kenë hapësirë për t'u argëtuar dhe shijuar jetën, ndonse kanë tendencën të lodhen shpejt në dashuri, por diçka e tillë kalon kur kuptojnë se janë shumë të përfshirë me personin që kanë në krah. Shigjetari. Shigjetarët duan pranë dikë që t'i bëjë të argëtohen dhe t'u jap spunto të reja. Nëse diçka e tillë nuk u ndodh, lodhen duke vënë raportin në një provë të vështirë, shpesh duke hequr dhe dorë. Situata ndryshon kur ndihen vërtet të dashuruar dhe pse nuk zgjat shumë si ndjesi për ta.